Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat ka përfunduar hetimet dhe ka paraqitur kërkesën për dënimin me 6 vite burg për shtetasin Romeo Oço, i akuzuar për ngacmim seksual ndaj një të mituri. Ngjarja ka ndodhur më 25 nëntor të vitit 2024, ku sipas organit të akuzës, Oço ka ngacmuar një të mitur, duke ushtruar dhunë fizike dhe duke përdorur një fjalor poshtërues. Hetimet treguan se i mituri ishte ndjekur nga pas, ishte tërhequr dhe gërvishur nga Oço, deri në momentin që babai i tij mbërriti në vendngjarje, pas një telefonate urgjente nga djali. Ekspertiza mjekoligjore konfirmoi se i mituri kishte dëmtime të shkaktuara nga një mjet i fortë, po ashtu dëshmia e të miturit tregoi qartë se si ai ishte ndjer, i kërcënuar dhe i friksuar pasi Oço kishte bërë përpjekje të hapura për ta detyruar të kryente veprime të papërshtatshme kundër dëshirës së tij. Prokuroria theksoi se provat e mbledhura, dëshmitë dhe ekspertiza mjekoligjore provojnë përtej çdo dyshimi të arsyeshëm fajësinë e shtetasit Romeo Oço. Mëtej, autoritetet bën me dije se Romeo Oço rezultoni dënuar më parë edhe për një ngjarje të ngjashme. Në përfundim të hetimeve, prokuroria kërkon që ai të shpallet fajtor dhe të dënohet me 6 vite burg, ndërsa procesi pritet të vijojë në gjykatën e Beratit.